Të nderuar miq, fillimisht do të doja t'ju shpreja një falënderim shumë të veçantë për të gjithë ju që na keni ndjekur në episodet tona Takimet e Utën, njëkohësisht për numrin e madh të pyetjeve dhe të komenteve që na keni adresuar. Ne shpresojmë shumë që njohuritë dhe informacionet që ju kemi përcjellë përmes episodeve tona të kenë qenë të dobishme për ju dhe njëkohësisht të kenë kontribuar në zgjidhjen e problemeve tuaja dhe qartësimin e gjithë situatave për të cilët juve na jeni drejtuar. Për të gjithë ju që ende nuk jeni abonuar, unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të Uta Nunaj, në mënyrë që të merrni në kohë reale të gjithë informacionin që ju duhet për çdo publikim të ri që ne do të bëjmë në kanalin tim. Të nderuar miq, në episodin e 9 Takimet e Utën do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, veçanërisht për zonjat. Do të shpjegojmë në detaje të gjitha të drejtat që garanton ligji shqiptar për sigurime shoqërore për zonjat për gjatë periudhës së shtatzanisë, pas lindjes dhe në periudhën e pensionit. Fillimisht do të shpjegojmë të drejtat që ligji garanton për gratë për lejen e lindjes dhe kompensimin që ata duhet të marrin. Ligji shqiptar për sigurime shoqërore garanton të gjitha gratë në periudhën e shtatzanisë një leje prej 365 ditësh kalendarike. E ritheksojmë që në këtë rast kemi të bëjmë me ditë kalendarike, që nuk kuptohet një vit i plot kalendarik dhe jo me ditë pune. Ligji parashikon që një zonjë në periudhën e shtatzanisë ka të drejtë të marrë lejen 30 ditë, 5 ditë përpara dhe njëkohësisht pas lindjes të ketë edhe 63 ditë të tjera leje lindje. Njëkohësisht ligji parashtron që një zonjë mund të zgjedhë që mund të marrë edhe lejen e plot për 365 ditës. Ndërsa për të gjitha ato zonja që janë shtatzan dhe kanë 2 binjak ose edhe më shumë, ligji parashikon tashmë një leje vjetore prej 390 ditësh, ku për para lindjes parashikohet 60 ditë dhe më pas pjesa tjetër pas lindjes. Njëkohësisht është shumë e rëndësishme për të shpjeguar dhe kompensimi ose shpërblimi që marrin këto zonja për gjatë periudhës së lejes së lindjes. Sërish ligji parashtron në këtë rast që një zonjë shtatzan në 365 ditë ka të drejtë që për 150 ditët e para të lejes së lindjes të marrë një pagesë ose një shpërblim sa 80% e pagës mesatare dhe njëkohësisht për pjesën e mbesur të ditës të marrë një pagesë prej 50% të pagës mesatare. Këtu do ndalemi tek 2 element. E para është shumë e rëndësishme që të gjitha zonjat duhet të dinë që ato mund të jenë përfituese të këtij shpërblimi ose të kësaj pagese për lejen e lindjes vetëm në rastet se ato kanë dhënë kontribute minimalisht 12 muaj ose një vit. Në të kundërt, ato nuk mund të përfitojnë lejen e lindjes. Dhe nga ana tjetër, është rëndësishme për të tekstuar dhe të shpjegojmë se çfarë do thotë pagë mesatare, mbi të cilën llogaritet edhe vlera e shpërblimit që këto zonja do marrin. Paga mesatare nuk kuptohet vlera totale e pagës së çdo muaji për gjatë 12 muajve të fundit të marrëdhënies së punës që ato kanë, e cila plotësohet me 12 muaj dhe vlera që del shumëzohet me 80% dhe kjo është pagesa ose shpërblimi që do të marrin për 150 ditët e para të lejes së lindjes. Ndërsa për pjesën e mbetur, për gjysmën e periudhës së lindjes, lejes së lindjes, ato në këtë rast do marrin vetëm 50% të kësaj shume. Ky shpërblim apo ky kompensimin financiar të cilit ligji e garanton për zonjat, është rëndësishme për të dhënë atyre një mbështetje financiare për gjatë kohës të cilat ato përfitojnë lejen e lindjes, e zhvillojnë lejen e lindjes, por nga ana tjetër i mungojnë tregu të punës. Por ligji të nderuar zonja jep edhe një mundësi tjetër për juve, që është kompensimi për ndërimin e vendit të punës për arsye shëndetësore. Çfarë do thotë kjo? Kur një zonjë për shkak të shtatzanisë apo për shkak shëndetësor, ajo është detyruar të ndrojë një vend pune gjatë periudhës së shtatzanisë, dhe ndërkohë paka që merr në punën e re është më e vogël se sa paka që ka patur në punën që u detyrua ta lëjë për arsye shëndetësore gjatë periudhës së shtatzanisë, atëherë ligji të mundëson një kompensim që është diferenca mes pagës
së punës të cilën ti e ke pasur me pagën e punës së re dhe ky kompensim në këtë rast të garantohet me ligj. Ndaj, unë do doja të arsillja këtë element shumë të rëndësishëm, por që është folur shumë pak dhe ndoshta shumë pak të ditur për ju zonja, në mënyrë që ta keni në konsiderat që në momentin tuaj shtazanisë dhe kur ju jeni të detyruara të ndroni vendin e punës dhe kur pagesa në punën e re është më e vogël, ju keni të drejtë të parashtroni një kërkesë në këtë rast në mënyrë që të përfitoni këtë kompensim financiar për ndryshimin e vendit të punës. Por ky kompensim nuk është shpërblimi i fundit financiar që ju e merrni. Pasi sërish ligji shqiptar garanton të gjithë prindrit me një shpërblim financiar që është 50% e pagës minimale. Dhe sot në 2025-ën, paga minimale në Shqipëri është 40.000 lekë të reja dhe ligji garanton prindërve akordimin e një shpërblimi në këtë rast që është për lindjen e fëmijës në vlerën prej 20.000 lekë. Sërish ligji përcakton në këtë rast që prioritetin kryesor do ta kenë nënat nëse ato janë në marrëdhënie pune dhe këtë shpërblim e tërheqin ato. Në mungesë mund të tërheqi edhe prindri tjetër. Por është e rëndësishme të nderuar miq të theksojmë që çdo kompensim financiar, çdo mbështetje financiare që jepet, duhet ketë një kriter të plotësuar, që është kriteri i plotësimit të 12 muajve derdhje të kontributeve sigurimeve shoqërore. Dhe kjo në këtë rast një mundësinë që një zonjë të përfitojë nga leja e lindjes, njëkohësisht një zonjë të kompensohet për shpërblim financiar nëse ajo ndryshon pozicion pune për shkak shëndeti gjatë periudhës së shtatzanisë dhe paga në punën e dytë është më e vogël se sa paga në punën e parë dhe nga ana tjetër të marrë një mbështetje financiare për lindjen e një foshnje. Por të nderuar zonja, juve mund të pyesni me shumë të drejtë, cilat janë rregullat ose përfitimet për gjatë periudhës së pensionit. Ligji shqiptar në këtë rast përcakton që periudha e pensionit për daljes së zonjave është e ndryshueshme. Aktualisht në vitin 2025, një zonjë mund të dalë në pension nëse ajo ka mbushur moshën 61 vjeç e 10 muaj dhe nga ana tjetër që ajo të përfitojë një pension të plot, duhet të ketë realizuar 38 vjet e 8 muaj kontribute. Pra, për të dalë në pension, kemi dy elementë të rëndësishëm. E para është elementi moshë dhe e dyta është elementi i vjetërsisë në punë. Aktualisht, ligji shqiptar parashikon që për çdo grua, për çdo vit do të ketë një rritje të moshës së dalë në pension prej 2 muajsh, ndërsa vjetërsia në punë për çdo grua do të rritet me 4 vite. Dhe kjo do të thotë në këtë rast që për gratë do ketë një rritje të vazhdueshme si të moshës së daljes në pension, ashtu në këtë rast edhe të vjetërsisë në punë. Derisa të arrijmë në këtë rast që në vitin 2056 ne do të kemi në mënyrë të barabartë për burra dhe për gratë të njëjtën moshë dalje në pension që do të jetë 67 vjeç dhe njëkohësisht të njëjtën kohë vjetërsie pune që do të jetë 40 vite kontributive, gjithmonë për të përfituar një pension të plot. Por nga ana tjetër, është sërish e rëndësishme për të theksuar që të përfitohet një pension minimal, do duhet që minimalisht qoftë një zonjë, qoftë edhe një burr, të ketë realizuar minimalisht 15 vite kontributive. E theksojmë vite kontributive që do të thotë që nga 1 janari i vitit 1994, çdo vit do të njihet si vit kontributiv nëse juve keni derdhur kontribute për sigurime shoqërore, qoftë në mënyrë vullnetare, qoftë edhe përmes proceseve tuaja të punësimit, ndërkohë që përpara 1 janarit 1994 do njihen vitet kontributive të gjitha ato vitet që ligji i ka njohur si vite pune. Por ligji aktual të nderuar zonja për sigurime shoqërore ofron edhe një mbështetje për të gjitha gratë të cilat kanë lindur 6 fëmijë që i kanë fëmijët e rritur mbi 8 vjeç dhe ligji parashtren në këtë rast si një kusht të tillë, zonjat kanë të drejtë të dalin në pension në moshën 55 vjeç për të kenë njëkohësisht 30 vite kontributive. Pra, të nderuara zonja, ligji shqiptar ofron këto të drejta për daljen në pension dhe njëkohësisht ligji shqiptar mbështet ato nëna të cilat kanë 6
fëmijë edhe më shumë. Të nderuara zonja, siç e pam përgjatë gjithë episodit të 9 takimet e UT, ligji shqiptar për sigurimet shoqërore ka një rol kyç në garantimin dhe mbrojtjen e të drejtave tuaja për mbrojtje sociale. Ne shpresojmë shumë që përmes informacionit dhe njohurive që përcollëm në këtë episod, t'ju kemi ndihmuar për të njohur edhe më shumë juve të gjitha të drejta që ju garanton ligji shqiptar. Të nderuar miq, të gjithë ju që ende nuk e keni bërë, unë ju ftoj që të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të UTA Nunaj, në mënyrë që të ndiqni në kohë reale të gjitha episodet e reja që ne publikojmë në këtë kanal. Njëkohësisht unë ju ftoj të shpërndani këtë video për të ndihmuar edhe më shumë të gjithë ata individ që ende nuk i njohin plotësisht të drejtat e tyre për mbrojtjen sociale. Unë ju ftoj të lini pyetje dhe komente dhe unë do të përgjigjem në kohën më të parë me kënaqësinë më të madhe. Të nderuar miq, në pjesën e dytë, në këndin e pyetje takimet e UT-n, do t'ju përgjigjemi 3 pyetjeve. Pyetja e parë lidhet me periudhën e lehonisë ose lejen e lindjes, nëse kjo periudhë njihet si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Po të nderuara zonja, periudha e lehonisë ose leja e lindjes si quhet ndryshe, ligji njihet e plot si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Ndaj në këtë rast, në momentin që juve përgatisni të gjithë dokumentacionin me të gjithë vitet tuaja kontributive, duhet të përfshini edhe këtë periudhë si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Pyetja e dytë lidhet sërish nëse ligji ofron një mbështetje për të gjitha ato periudha të cilat neve nuk i kemi siguruar. Të nderuar miq, ligji shqiptar për sigurime shoqërore ofron një ndihmës për të gjithë individët, burra ose gra, të cilët kanë periudha bosh pa i siguruar, që nuk kuptohet nuk kanë derdo kontribute për sigurime shoqërore. Dhe do thotë që ata në këtë rast i kanë vite të cilat nuk u njihen si periudha sigurimi për efekt pensioni. Në një rast të tillë, të gjithë individët kanë të drejtë të derdhin kontribute vullnetare si për vitin korrent, në të cilin ato nuk janë marrëdhënie pune ose në këtë rast nuk kanë derdhur kontribute sigurime shoqërore, edhe për vitet e mëparshme. Pra çdo individ ka të drejtë që të derdhi kontribute vullnetare për vitin korrent ose për vitin e mëparshëm dhe çdo muaj dhe çdo vit i derdhur i këtyre kontribute vullnetare njihet si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Dhe pyetja e tretë lidhet me përfitimet që mund të ketë një qytetar nëse ai nuk është një përfitues pensioni. Pra cilat janë përfitimet që ofron ligji? Ligji shqiptar për sigurime shoqërore për të gjithë ata individ që kanë mbushur moshën e pensionit, por nuk janë përfitues të një pensioni, ju garanton një pension social. Por ky pension social ka 2 kushte që të realizohet. E para, duhet që individi të ketë mbushur moshën 70 vjeç, qoftë burr apo grua, dhe nga ana tjetër duhet në këtë rast që ky individ të mos ketë një të ardhur, pra të mos jetë përfitues i një pensioni. Në këtë rast, ligji i ofron një pension minimal që është pensioni social. Të nderuar miq, ky është episodi ynë i 9 për sot dhe neve shpresojmë shumë që përmes njohurive dhe informacionit që kemi përcjell, të kesh shërbyer si një ndihmës për ju, sidomos për zonjat, për të njohur edhe më tepër të drejtat e tyre për mbrojtje sociale. Njëkohësisht, për të gjithë ju që nuk e keni bërë ende, unë ju ftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të UTA Nunaj, në mënyrë që të merrni informacionin e plot në kohë reale për të gjitha episodet e radhës që neve do të publikojmë. Njëkohësisht, unë ju ftoj të shpërndani këtë video në mënyrë që sa më shumë individ të marrin informacionin e plot për të drejtat që garanton ligji shqiptar për sigurimin shoqërore në fushën e mbrojtjes sociale, veçanërisht për zonjat. Të nderuar miq, për të gjithë juve që keni pyetje apo paqartësi, unë ju ftoj që të lini komentet tuaja. Unë do të përgjigjem në kohën më parë dhe me shumë kënaqësi. Deri në takimin e radhës, miru takofshim.